Emi Kesha, përshëndetje. Unë do të ndaj me ju sot një organizim të cilin e kemi sjellë në super çmim në vlerën 200.000 lekë. Në këtë set të organizuar për ju, është menduar një veshje materniteti fustan për lindje. Kemi menduar një kostum i cili është me push dhe shumë i butë, i ngrohtë edhe i rehatshëm, komplet me kopsa fare, tutë dhe bluzë. Në set kemi vendosur 2 palë të recipetave të nënës për gjithdhënie me hapje nga sipër. Për mamin gjithashtu janë menduar mbathje të vjetë dhe maternity pads. Letrat e lagura intime së bashku me 2 pelena për të rritur me ngjitje. Veshjet e bebushit gjithmonë nuk mbarojnë, asnjëherë nuk janë mjaftueshëm. Gjithsesi, ne kemi menduar gjërat më bazike. Këtu kemi një set që vjen me 2 shtresa pambuku, tut me bluzë, i bashkangjitur me një tutim pambuku, një bati të shkurtër, një bluzë të shkurtër, gushore, doreza, kapuç. Kemi shtuar një guvert të tillë, e cila është mesatare, një anë velvet dhe një anë në trajt pushi. Kemi një komplet të tillë me bati dhe tuta plus kapuç nga karamel. Kjo mund të përdoret si veshje tamam ose si veshje e brendshme për të përforcuar veshjet e trasha. Kemi vendosur një komplet të tillë me thurje, duke qenë se këto janë edhe mjaftueshëm të ngrohta, po janë edhe veshjet më trend të momentit. Kemi batanien e trashë, e cila vjen në një anë me thurje dhe në një anë pellush. Është fiks material timëror për sezonin që jeni. Ky është komplet tamam dhe përmban edhe kapuçin, përmban edhe këto çorapet, edhe dorezat. Mund ta përdorni këtë si veshje të parë në maternitet. Në set ne kemi shtuar edhe një peshqir të tillë, i cili është nga koleksioni i ri i firmës Lorelli. Shikojeni pak sa i bollshëm është. Kjo është një gri e lehtë e cila mund të lahet pa frikë me të gjitha ngjyrat që kemi në set. Është materiali 100% pambuk dhe vjen ajo për masa 90x90, që është më e madhe se sa peshqirët që ne kemi zakonisht 75 ose 80. Në set do të gjeni gjithashtu një set me 10 napa të pambukut me 2 shtresa. Mamat këto i marrin pafund këtë lloj nape dhe këtë lloj materiali. Kemi shtuar gjithashtu dhe gjërat më bazike të parafarmaceutikës së bebit. Pelenat e bambus, letrat e lagura pa parfume, pa kolorante, po nga bambu me 80 fije brenda. Kremin hidratant për pjesën e pelenës. Një çuç all silikon dhe kam kombinuar edhe me një biberon të tillë për t'i afruar dhe ngjyrat. Ky set përmban çantën e sendeve për bebe dhe çantën e sendeve të tjera që mund të përdoren për veshjet e nënës, duke qenë se janë më të pakta në numër. Gjithsesi, ju mund të organizoni dhe parafarmaceutik veshje, si të doni juve. I gjithë ky komplet ka dalë në ofertë në vlerën 200.000 lekë. Faleminderit.